E di që jeta të ka ardhur në majt hundës, por më dëgjo pak. Loke, nuk mundem më, tha ajo. Ishte vetëm 27 vjeçë. Kishte lënë shkollën për dashurin dikur dhe sot jetonte e vetme me 2 fëmijë. E pa punë, e tradhtuar dhe pa asnjë shpresë. Më merret fryma, Loke. S'po e përballoj dot më. Gjyshja nuk foli, por mori 3 enë me ujë dhe i vuri në zjarr. Tek njëra futi karrotën, në tjetrën një vezë dhe tek xhezvja hodhi një lugë kafeje e i la të ziejnë. Pastaj mori karrotën dhe ja tregoi Besës se ishte zbutur. Veza ishte forcuar, kurse kafja lëshoi aromë dhe shije. Të treja u përballën me të njëjtën vështirësi, e tha. Të takon ty të zgjedhësh nëse do të zbutesh, do të forcohesh apo do e shndërrosh gjithçka rreth teje në diçka që të pëlqen. E di që nuk është e lehtë, por më ke mua, përfundoi. Vetëm këtë vit, mbi 280 milion persona u diagnostikuan me depresion e shumë të tjerë refuzuan ta pranojnë. 700.000 prej tyre i dhanë fund jetës. Ti mundesh. Kërko ndihmë. Mos u dorëzo.